Misteri i kokës së Zeusit shqiptar. Tani dëgjojeni këtë histori. A e dini se koka e Zeusit që gjendet pra skulptura, që gjendet tashmë në Shqipëri, është një nga skulpturat më të vjetra, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në Evropë. Madje mendohet, ose më mirë pretendohet, që ajo skulptur pra koka e Zeusit që tashmë gjendet në Muzeun Kombëtar, është skulptura më e vjetër në Evropë. Tani ndiqeni me kujdes këtë informacion dhe kush është rastësisht nëse nuk e keni bërë ende, lidhuni me këtë faqe që të shihemi sërish dhe faleminderit që jemi prerë bashkë. Në vitin 1991, dy tipa nga Shqipëria kërkonin që të shisnin një skulpturë. Ata nuk kishin thënë se çfarë skulpture ishte. Në të vërtet, ata po kërkonin që ta shisnin brenda territorit shqiptar. Në fakt, në atë kohë, sa po ishin hapur dyert, kishte disa gazetar italian në Shqipëri. Nuk kishte vetëm italian, por kishte edhe grek. Por i pari që dëgjoi këtë gjë, pra dëgjoi që do shisnin një skulpturë, një kokë skulpture të vjetër, pra antike, ishte një gazetar pra italian. Dhe ky gazetari tha, më lejoni, u tha atyre, më jepni kohë, tha, pak javë dhe unë tha, do të gjej njeriun e dur, dhe kështu ndodhi. Ai sa po u kthye në Itali, gjeti njeriun e dur. Njeriu i dur që ishte një koleksionist pra të këtyre artefakteve antike. Dhe e ka bler në atë kohë rreth 28, praporësisht rreth 30 milion lireta, që është asgjë në krahasim me çfarë është koka e Zeusit, që në fund do t'ja u tregoj se sa e rëndësishme është. Atëre, skulptura e kokës së Zeusit është një skulpturë që u gjet në vitin 2024 dhe është bërë një kërkim mjaft i gjatë që prej kohrave që vitin 1991 fal para shërbime sekrete italiane, por njëkohësisht edhe policisë dhe karabinierëve italian. Por si shkuan gjërat dhe kush ishin ata që bodhën? Tani nuk ka informacione të sakta. Disa pretendojnë sepse në atë kohë un kam dëgjuar disa informacione pra të kundërta, sepse një për shembull thoshte që e shitën politikanët. Politikanët morën 53.000, me sa dëgjova, artefakte të lashta, ta përsëris edhe një herë që ta mbani mend. Tregohet është një teori konspirative, thuhet që në vitin 1991 disa politikanë, 2 apo 3 politikanë, mblodhen rreth 53.000 copa, pra amfora, medaljone, moneda, skulptura etj dhe i shitën në botë, i shpërndan, me fjalë shitën që morën parat. Dhe një nga këto shitje ishte pikërisht koka e Zeusit. Po ku gjendej koka e Zeusit? Koka e Zeusit është një skulpturë e Skulapit, me fjalë është e vitit, tregohet thuhet që është e vitit 178, për fjalë shekulli i dytë para erës sonë. Të paktën kështu thuhet, por unë jam i bindur që është akoma me lashtë dhe i përkiste trojeve shqiptare. Nuk ka të bëj fare Skulapi, por megjithatë le të themi kështu. Tani, çfarë është kjo koka e Zeusit? Koka e Zeusit kishte edhe një trup. Mirë po, gjetën, sepse duhet të dini që deri në vitin 1970, qishin të gjithë pushtuesit të mbar botës, qoftë turqit, por qoftë edhe italianët apo kushdo qoftë austro-ungarezët, të gjithë shkonin në Shqipëri, vidhnin çfarë të donin dhe kryesisht artefakte të vjetra, dhe e dini shumë mirë se përse, kemi thënë disa herë, por nëse nuk e mbani mend do t'ja u përsëris edhe një herë, vodhen provat që populli shqiptar nuk është ai që mendohet, që një popull që lindi sot, por është një popull i vjetër, ashtu siç u zbulua pra para një vite gjysmë, 2 vitesh, që u zbulua nga studiuesit amerikan, që gjua shqipe dhe ADN-ja e popullit shqiptar është 6.000 vite e vjetër. Pra, ata e dini shumë mirë dhe kush kalonte vidhte çfarë të donte, çfarë të gjente. Duhet që të vidhte të gjitha provat, që të mos i gjenin asgjë, pra për provat që të thoshin që populli shqiptar ishte i vjetër, sepse përveç se e shpërbën popullin shqiptar pjesë dhe e përdhunuan, e shkatëruan, i vodhën historinë, pra për më tepër ata donin që ta shkatëronin çka ishte, po as nuk e keni ndërmend se çfarë gjendej në trojet shqiptare. Pa fund, merreni me mend, për 2000 vjet e kam vjedhur tokën shqiptare dhe prap se prap ende sot gjenden artefakte të vjetra. Merreni me mend, çdo pëllëm e tokës shqiptare është plot e përplot me histori të vjetër, sepse i përket historisë së vjetër. Unë u lodha duke thënë, por e di që edhe
akademikët nuk kanë zë, sepse kanë frikë se mos u hedhin gjë, kanë frikë se mos i vrasin, kanë frikë se mos i dëbojnë nga puna etj. Dhe ky është një nga faktet që pse nuk flasin akademikët. Dhe ne, duke thënë kështu me teori konspirative, po thuaj se nuk ndryshojmë asgjë, sepse unë i them, dhe shumë prej jush ju kërkoj që ti shpërndani këto informacione, por ja që duhet të lëvizin akademikët, duhet të lëvizin ata që shkruajnë historinë. Ne jemi vetëm për të ndezur shkëndijën. Dhe po thoshja, çdo pëllëm e tokës shqiptare është plot e përplot me fakte të pakundërshtueshme. Dhe këto ishin një nga faktet, pra të gjitha këto 50 ca mijë, pra artefakte të vjetra që i morën, i vodhën dhe i dërguan jashtë për të shitur jashtë Shqipërisë. Dhe pikërisht kështu, dy nga këta, dy tipa, morën këto se nuk dihet nëse ishin bijtë e politikanëve apo dikush i kishte dërguar, morën këtë kokën e Zeusit dhe hipën në një anije. Në një anije, jo anije nga to turistiket, jo, por ishte një anije që transporton të mall nga Vlora për në Brindisi. Dhe pasi arritën përpara se të arrinin në Brindisi, një autovedet ose një motovedet ose një motoskaf tjetër shkoi deri atje kur ata u futën në ujërat italiane. Mori kokën e Zeusit, ata pastaj u dhanë para atyre tipave dhe ata erdhën deri në Brindisi, dolën gjysmore jashtë, u futën prapë në anije dhe u kthyen në Shqipëri me 30 milion lireta në xhep. Pra vetëm 30 milion lireta. A e dini se sa mund të kushtoj ajo kokë e Zeusit sot? Ajo kokë e Zeusit sot nuk ka vlerë. Nuk mundesh që ta vlerësosh sepse ka një vlerë kolosale. Pra, në qoftë se ti do thuash kushton 3 miliard, jo, kushton shumë. E dini pse? Sepse nuk ka të bëj vetëm me historinë e popullit shqiptar, por ka të bëj me gjenezën. Sepse nga ai fakt, pra nga koka e Zeusit, rrjedhin edhe histori të tjera. Dhe do t'ju them, që në vitin 1995, në vitin 1995, kur kam qenë unë për herë të parë që bëra spektakli në Tiranë, që atëre unë dëgjova që shërbimet sekrete kërkonin pikërisht kokën e Zeusit. Dhe dikush që nuk dua t'ia them emrin, sepse ishte një nga të paktët politikan shqiptar, kërkoi me ngulim që ajo kokë e Zeusit të rikthej. Dhe kanë punuar që në vitin 1995 deri në vitin 2024 për ta gjetur. Dhe shërbimet sekrete italiane, së bashku me policinë dhe karabinierët, më në fund e gjetën. E gjetën po tek ai njeri që ishte shitur që atëherë. Dhe si përfundim, koka e Zeusit u rikthye edhe njëherë në Shqipëri në vitin 2024. Por duhet të dini që nuk është vetëm koka e Zeusit. Ka një pafundësi, siç ju thash më përpara, që janë rreth 50 ca mijë që u shpërndan vetëm atëherë pas vitit 1991. Pra pjesë, amfora, medaljone, moneda ari etj. Dhe veshje me pistoleta të vjetra etj. Shqiptare. Dhe shumë prej këtyre ishin në muzeun kombëtar. Dhe në muzeun kombëtar nuk futej do si do. Nga muzeu kombëtar ikën sepse dikush dha urdhër që të iknin dhe të shiteshin një pjesë e madhe prej tyre. Kurse koka e Zeusit gjendej në Butrint. Dhe në Butrint nuk ishte vetëm koka e Zeusit. Pse nuk e thonë? Sepse kishte një listë gjatë. Të nxjerrin atë listën, por nuk e gjejnë dot listën me fjalë e inventarit të vitit 1990, sepse në vitin 1991 u masakrua gjithë Butrinti, u hoq çfarë dëshironin dhe tregohet që një pjesë e kanë marrë dhe fqinjët, duke filluar që nga slavët, nga grekët etj. Pra, këto që shitën, i shitën një pjesë prej tyre i shitën në Itali. Dhe doja t'ju thoshja juve, mbajni mend këtë, ta shpërndani këtë informacion sepse duhet të dini diçka. Thash, pëllëm për pëllëm në Shqipëri ende sot gjen fakte të historisë shqiptare. Dhe koka e Zeusit është vetëm një copës e vogël. Një copës kaq e vogël që ende sot populli shqiptar nuk ja di vlerën. Madje politikanët nuk duan t'ja din fare. Duan t'ja din vetëm për xhepin e tyre. Bëjnë bla 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 tër ditën, lart e poshtë, por nuk i japin vlerën pikërisht këtyre gjërave. Të hapin muzeun ashtu siç duhet një në kaq kohë, të bëjnë pelegrinazhe etj. Që të njohin historinë e popullit shqiptar. Me ato të paktën sa ka, me ato.
sepse një pjesë për i tyre i zhdukën. Pres komendet tuaj çfarë mendimi keni dhe shpërndajeni këto informacione. Ju përqafoj.